Jemi kthy te rubrika e kuzhinës, por Lena ka vendosur me na lënë të uritur me ardhë dhe me na dhënë informacione se si me i pas vitaminat dhe mineralet e mjaftueshme organizmi jon përmes ushqimeve, përmes krejt që kanë rrethën. Do me thonë, Lena ka vendosur edhe sot me smegatu kur gjallin. Kjo është hera fundit që ti vjen studio. Pa na recetë që edhe kamermanat janë lodhë. Që jemi me dietën fasting. Okej, do me thonë a ke dënu. Që jemi agjerim. Okej, hajtë po e marim si arsete. Mirë se erdhe Lenë. Faleminderit. Është shumë knatësi, sidomos kur flasim për gjana kaq të rëndësishme, sepse rritemi të thonë vitamin ka kjo, por nuk i njohim në përgjithësi, ndoshta ka ushqime që i konsumojmë çdo ditë, edhe që marrim të mirat nga ai ushqim, por që nuk e dim ndoshta sakt çka marrim. Por që është jetike njohja vitaminave dhe mineraleve, sidomos te imuniteti, është e padiskutueshme. Është mas madhe. Sidomos jemi në këtë periudhën që ka ra imuniteti, na kemi plot instruksione, këshilla dhe ide, po thjesht e shoh që njerëz janë shumë frustrume se cilat vitamina, cilat minerale mi përdor, marrin nashta ky vetëdijsimi që ka fillu mu bo, një farë formë është të tepru, ose është të abuzu mas madhe, se janë plot vitamina dhe minerale që gjindën doza jashtëzakonisht shumë të larta në fruta, perime, në ushqimet që na ofron natyra, në çdo sezon edhe na marrin prapë edhe në formë suplementimit, pa e ditë se saktë më thonë çfarë nivelesh i kemi. Kjo është njëra prej arsyet që sot e zgjidha mos me përgatit, mos me jep recetë, po me tregu se çysh mi kompenzu krejt këto. Edhe shumë po vlen për shtypjen, besoj edhe kurreshtja e madhe është e njerëz simptomat e mungesës vitaminave, se shpesh thonë po më rrin syt ze, kam një mungesë, jam shumë e lodhë, kam vitaminën D. Qysh me i njohë shtë simptoma? Bazohem kryesisht te mitet, bazohem të ajo që tha dikush, ose po thjesht është shumë e thjesht. Çdo kohë kemi nevojë për mi marrë këto mikroelemente. Vitaminat e mineralet janë mikroelemente që shumë shpejt binë, për shpejt pimë, po dhe shumë shpejt mujmë i kompenzu. Edhe i gjejmë kryesisht në sasi shumë të vogla në ushqime ose në më thonë kombinime të ndryshme. Për shembull, nëse kemi probleme me sy, lodhja, për shembull probleme me shikim, lëkurë të thatë, edhe shikim dop, kryesisht është si pasojë e vitaminës A, vlen me theksu. Jo çdo herë për shembull i ki këto simptoma, edhe thu kam mungesë vitaminës A dhe unë po marr vitaminë A dhe neglizhon si simptom. Asnjëherë, çdo herë nëse veç ka lënë kjo 2 javë, 3 njëjtë shqetësim, atëherë duhet patjetër më konsultu me mjekun ose profesionistin shëndetësor, nëse është në fjala për lëkurë te dermatologu ose për sy. Kurimet të syt i rekomandojmë gjithsesi profesionistës që janë klinika gjermane e syrit që gjithmonë janë një hap para në diagnostikim, në trajtim, në shërim, por patjetër që nuk duhet me i menjanu asnjë simptom. E vërtet. Tash kur jemi tek po du me neglizhu vitaminat B, sepse kemi me fol pak ma shumë. E unë bashkë aty po du më nojnë. Të folim për këtu tjerat, se veç këtu janë një farforme janë shumë, edhe i marrim si B kompleks edhe u kry. Kur jemi te vitamina C, po më dojnë një prej normal edhe imuniteti, lodhja, plagështia lidhet kryesisht me mungesën vitaminës C, po mishrat, problemi i mishit me dhëm, kryesisht është një prej sinjaleve që puna mungon vitamina C, kemi cek edhe ma herët, që persona që përdorin cigare, për çdo cigare e shpenzojnë 0.30-35 mg vitamin C, që më thonë këtë dozë duhet me rikuperu patjetër, qoftë përmes ushqimit ose qoftë edhe me marrë vitamin C në formë suplementimit, që nënkupton 35 mg mundet me pas një portokall ose një limon. Çdo cigare duhet me hongër një portokall ose një limon për mi kompenzu vlerat e vitaminës C që i ka shpenzu, dhe më thonë i ka marrë cigarja. Kur jemi te vitamina K, ata duhet për shembull me marrë ushqimet që përmbajnë vitamin C, për shembull për momentin i kemi krejt perimet e gjelbërta që përmbajnë vitamin C, frutat për shembull sezonës është dreza që përmbajnë në mas të madhe vitamin C, edhe në çdo kohë për shembull i gjejmë kryesisht të ushqimet, por nëse për shembull e vrejnë vetë më të lodhën edhe kanë probleme me mishrat të dhëmbëve në sasi më të madhe, atëherë për të rriturit 1000 mg deri në 2000, po mundet me shku edhe deri në 5000 për arsye të rastet e imunitetit
jetë shumë dobësume ose të personat që kanë mungesa ma të mdoja. A është vërtet Len që gjatë kohës sa jemi me simptomat të një toje, gripi, rënjës e imunitetit çka do, rekomandohet që në ato ditë ta themi krize, kur jemi më të lodhur, me i përdor 3 deri në 5 njësi, apo 3.000 deri në 5.000 deri në 5.000 vitamin C, nuk na bëjnë dëm? Deri në 5 mg jo, nuk bojnë nëse veç për shembull je i lodhur shumë ose ki gjendje viroza, të rriturit o fjala, edhe të personat, po mendoj që jo të fëmijët, kryesisht po, munden më marrë deri në 5 gram vitamin C gjatë ditëve sa jemi viroza, kjo duhet më kombinu gjendje viroza edhe me zink, sepse edhe zinku është një faktor shumë i rëndësishme për imunitetin, besa edhe seleni. A i marrim afër njëra tjetrës? Po, nuk prishpun zinkun, edhe vitaminën C dhe vitaminën D3, realisht vitamina D3 preferohet mu marrë endome edhe me diçka që është e ndryshme, kena thonë edhe ma herët, për shkak që i duhet të ndyrë për mu tretë. Po faktorët kryesor të imunitetit janë vitamina C, vitamina D edhe mineralit që është zinku, që nuk e kemi këto. Pastaj për formim të gjakut, ka ndikim vitamina K edhe gjithashtu edhe vitamina C, nëse veç kemi mavjosje të tepërt, atëherë e dim që kemi mungesë të vitaminës K. Më thënë esenciale, prej vitamina, mu veç i dim edhe kemi përmend disa herë C-ja, D-ja, më thënë këtë rast për imunitet, ndërsa për formësim të gjakut është C edhe K. Vitamina C vlen me theksu që ndikon edhe në stimulim të prodhimit të kolagjenit, që në këtë rast për shembull kemi një lëkurë edhe më të mirë. Edhe ka shumë funksione, është jetike për organizmin. Kjo pjesa e mavjosjeve të tepërta, sepse gjithmonë e mendojmë më të keqen. Kur kemi hematoma ose shenja ku e dim sigur që s'jemi lëndu, por vetëm se është shfaq. Mund ta bëjmë direkt një analizë të vitaminës K, apo duhet direkt ta konsultojmë një hematolog? Nëse, për shembull, ajo mavjosja, si pasojmë, kur kemi mungesë vitaminës K, vetëm pak mu prek, mavjosesh, po e mavjosja që vjen natyrshëm që ti nuk e din kur je vrarë, patjetër duhet më konsultu një hematolog ose mjekun familjar andaj orientant. Mos krijojmë konfuzion të njerëz. Jo, patjetër duhet më konsultu një hematolog ose mjekun familjar, pastaj orientant. Kur jemi te vitaminat B, se kam një pyetje që po mbren çto. Shumë të regoj qëka janë vitaminat B. Vitaminat B janë si qelsi për makinën që dhez. Dhe më thonë vitaminat B janë qelsi për organizm për me dhez motorin e trupit. Nuk veprojnë vetëm, dhe më thonë gjithëshysh veprojnë bashkë me të ndimu me i sintetizu edhe me ndimu me prodhu enzimat trup që e kryjnë funksionin jetik në organizm. Për shembull, vitamina B, kur kemi mungesë, kemi energji tolt edhe të përzira edhe refleks. Pse? Komplet B-jat ndikojnë funksion të metabolizmit edhe në funksion trec. Për shembull, momentin që çrregullohet niveli vitamina B, automatikisht çrregullohet edhe metabolizimi i proteinave, karbohidrateve, edhe yndyrna që në këtë rast përveç probleme shëndetësore na kemi edhe probleme metabolike vjen deri edhe te obeziteti. Është një sens shumë i thjeshtë edhe që e neglizojmë shumë. Për shembull, vitamina B ndikon në prodhimin e enzimave që ndihmojnë për metabolizimin e karbohidrateve. Në këtë rast prodhohet edhe energjia në trup. Nëse kemi vitaminën B, nivelin e duhur, atëherë energji nuk e kemi tolt. Edhe gjithashtu ndikon edhe tek tretja, po edhe ndikon sistemin nervor qendror, për arsye se momentin që se kemi metabolizmin mirë, normal që kemi edhe probleme me sistemin nervor. Pastaj kur jemi tek vitamina B2, ç'është muj me vrejt. Më thonë kemi lëkurë si lloj alergjie, skuqje, iritem. Edhe vitamina B2 gjithashtu ka rol jetek, sepse ka ndikim si lloj antioksidanti në trup. Pa pas vitamin B2 në organizm, nuk mundet mu përthith vitaminat B6 që jenë jetike edhe B9. Më thanë, nuk përthithen si duhen, ndikon që këto mu metabolizu edhe mu përthith. Më thanë, për ata arsye edhe preferohet mu marë bashkë si lloj kompleksi. E dim për shembull rëndësinë e vitaminës B6, që ndikon shumë sistem nervor qendror, po realisht kjo nëse s'kemi vitamin B2 nuk mundet mu tret mjaftueshëm. Më falë që po të vazhdojmë pastaj me vitaminat B, por
Në cilat ushqime kryesisht e gjejmë vitaminat B? Sepse nëse nuk gaboj është mishi, ku qaj që rekomandohet shumë? Drithrat kokërplot, në radhë parë, që i bjanë drithrat integrale, thjerëzat, përmbajnë sasi të lartë, melqi edhe zemër, pule, po edhe viqe, për shembull edhe të lopa, mishi lopës, po kur është i viqit, është ma e theksume, është ma, kur është viqi i ri, pula, po gjithashtu gjendet edhe të arroret, për shembull bajamet, farat e ndryshme, për shembull, farat e luledillit përmbajnë vitamin B1, që në këtë rast për shembull shumë e thjesht merr fara e luledillit një sasi jo shumë të madhe, për shembull 50 gram, 50 mg, mundë me kompenzu vlerat ditore saj na duhen vitamin B1, ndikon tretja ose ki nevojë me marrë enzima ose diçka për me t'i tret karbohidratet. Ndërsa te vitamina B3, se me dëmbër, vitamina B3 ndikon me i metabolizu edhe karbohidratet, edhe yndyrnat, edhe proteinat. Do më thonë, këtë ras në ndimon mu tret që shduhet, edhe ndimojnë trupit për me prodhu energji. Kuptohet acidi folik edhe vitamina B12 ndikojnë edhe në formësim të gjakut, edhe në formimin e qelizave të gjakut, edhe këtu preferohet për shembull këtë ras mu marë edhe vitamina C, për shkak që ndihmon me përthith edhe hekrin që është si mineral. Më thonë, vitaminat B najherë shumë i neglizhojmë, të pas parasysh që janë shumë edhe na duken shumë të vogla, një farë forme i neglizhojmë, po janë jetike për organizm. Do më thonë, njëjtë sikur me mendu që një vetur mundet me ecë pa benzin. Më thonë, ti mund është me tëntu, po nuk hezë. Më thonë, janë jetike për funksionin e organizmit, njëjtë qësh është edhe karburanti për veture. Po. Ndërkohë, nërse nuk gaboj, unë e di edhe kur kemi qenë të vogël, prindrit tona kanë dhënë vitamin B kompleks për me shtu pesh. A është e vërtet që nëse marrim vitaminën B si suplement në mungesë normalisht, mund të na shtohet oreksi dhe mund të shtojnë pesh? Jo, nuk është e vërtet. Është shumë e vërtet që rregullon funksionin metabolik, nuk e ka qëllimin për me shtu pesh, po e ka qëllimin me rregullu enzimat e trupit, edhe me rregullu funksioni metabolik. Është shumë normale që ti kur njihesh psikikisht mirë, edhe kur njihesh fizikisht mirë, senin e parë që kime bo, është kime shiju çdo sen, ju veç ushqimin, po kime shiju edhe jetën, kime qenë edhe ma e përqëndrume, e normal që është e lidh në ubozi lloj miti, se për shembull edhe në momentin që vjen një konsultë të lut na veç mësëm qëtë vitamina B, po, ose ato që të lojnë aromë të keqe, se ato po ndikojnë me trash. Jo. Më thonë edhe të fëmijët i japin mos madhe, nashta edhe të projë, ma mirë është mi abo një kombinim me dritha, ose diçka që mi marrë vlerat mjaftueshëm se sa mi shtu eksa kështu. Jo, është met, edhe për të rriturit që ja ushtojnë vitaminat B kilogram, të unë ja veki gratis. Po, tash pyetja tjetër, a duhet pa tjetër me marrë, për shembull B kompleks, kur po themi B kompleks janë të përfshirë komplet vitamina B, apo duhet ta shohim ku kemi mungesë që ta marrim atë B, B2, B3, B12, që a mund të abuzohet me një fjalë? Po, mundet mu abuzu, edhe nuk ka nevojë edhe realisht të mëson trupin formë sintetike mi marë, është mirë mi marë për mes ushqimit, edhe nëse merrem vitamina B du të mi marë kryesisht në vaktet paradite, për shkak që i vynë për me ndihmu sistemi metabolik, nuk është të thane pa tjetër mi marë për mes suplementimit, po janë mikroelemente dhe mujna mi gjetë në ushqime në sasit vogla dhe i kompenzojmë në masë madhe. Përveç nëse buhen për shkak me teste laboratorike dhe vrejmë që ka mungesë pa tjetër çdo vitamin dhe mineral duhet mu kompenzu në vlerat normale edhe me suplementim nëse veç kemi mungesë. Mujna me kalu të fotoja tjetër që janë minerale. Atëherë sa i përket mineraleve, për shembull hekuri kemi lodhje edhe lëkurë zbet, zakonisht kemi mungesë të hekurit, po gjithashtu edhe B12 edhe acidit folik. Hekurin kryesisht e gjejmë tek perimet e gjelbërta. Molla e gjelbërt, selino, për shembull krejt këtyne mi ushtu spirulinë, se spirulina është një alë që ka sasi të lartë të hekurit, i ndihmon shumë, kombinim me diçka që përmbajnë vitamin C,
kishtë qenë ideale, kuptohet e dime dhe atë smuthin e famshme që Saranda është specialiste recetës, në më thënë me... Së gjelbërt, receta gjelbërt, unë e kom titullu. Po, recetës së gjelbërt, që është për kryesisht për anemi me mjalt, limon, karrotë dhe cveko. Po, atë recetën. Atë recetën time të famshme që e ndoj me krejt nonat. Po, dhe më thënë ajo është normal ideale, po... Mos t'i mbesim bërgjë. Mollë e gjelbërt, karrotë, limon, repe kuqe, një luk mjalt për shije, e bluani dhe esëll e pini. Dhe doktor Saranda. Kjo është receta Sarandës. Ama funksionan, sinqerisht funksionan. Unë e kam me dëshmit e fmit e me të unë, të familjar që e edhe jo vetëm të mungesa hekrit, po edhe të imuniteti, për shkak që përmbojnë edhe vitamina dhe minerale. Pastaj e tham edhe për zinkun, kemi rënje flokëve, shërim nga dalshëm të plagëve, edhe zinku është esencial si mineral antioksidant. Pastaj është jodi, që kryesisht ka rëndësi të funksioni i gjandrës tiroide. Jodi është shumë e rëndësishme, kripa është shumë e rëndësishme me përdor që ka sasit jodit, po duhet me pas kujdes në doza edhe sasia e kripës që përdoret. Dilema, të blem krip Himalaja apo të blem krip të zakonshme të jodizuar? Kripa Himalaja ka plot studime që e përkrahen, thuhet që ka ma shumë minerale, vërtetot, po nuk është që ka naj dallim shumë të madhë. Na jemi mësu me kripën e jodizume, bën me përdor kripën e jodizume, po pse jo, edhe për shkakun kripën e Himalajave preferoj këto pijet elektrolite, që tash më ranë mend që javën tjetër besoj që jam dojmë një recetë se kom pas edhe ankesa me vjellje ose helmin kitë për ju. Kështu që në to krip elektrolite që i bëj pijet të persona që kanë mundime ose reflux është shumë e mirë së ardhëm për shkak sasis mineraleve që i përmbajnë për mos me shtu sasin e kripes. Kështu edhe realisht një farforme përdorit Himalaja që mos më ju thanë me përdor kripin e zakonshme se tutna që abuzojmë mos madhe qesin edhe kanë na i kështu, kështu kur i thu me Himalaja që ta kripen me katë saci e merë që ashtu që shqitam. Pastaj është kalciumi, për shkak dobësimi i kockave, dhimbje të kyçeve, kryesisht kalciumin e dim që e gjejmë tek produktet e qumshtit, pastaj e gjejmë edhe tek një numër i harroreve, te perimet, dhe ju më pak i rëndësishëm është edhe kaliumi, më thënë pirje, çrregullimi i ritmit të zemrës, për shembull personat post-operativ, sidomos të personat që kanë operacione të kardiovaskulare, të zemrës kryesisht, din me ra kaliumi, edhe në këto raste për shembull preferohet me marr banane, se ka sasit kaliumit, avokado ka sasit mirë të kaliumit edhe hurmat e Arabis, kryesisht përmbajnë sasit kaliumit. Dhe gjithashtu edhe seleni këto mungon, është mineral shumë i rëndësishëm dhe për shkak selenin e kemi shumë të lehtë me marr. Arrat braziliane kanë sasi të lartë të selenit, kanë edhe disa arrore tjera, po kryesisht arrat braziliane, ndoshta 3 arra brenda ditës deri në 5. Maksimumi mund me marr dozën e mjaftueshme të selenit që i duhet në baza ditore. Në të fundit para se të shkputemi, mungesa vitaminës D, cilat janë simptomat më të sakta që na jep? Tash, mirë të bone këto. Të lodhja edhe plagështia. Për shkak që lidhet me shumë prej këtyne. Kemi edhe magnezin, për shkak lodhja muskulare, lodhja që përcjellet e muskuj, që përcjellet me djersitje dhe me ngërshje muskulare, është lodhja si pasojë e mungesës së magnezit. Lodhja që përcjellet me lodhje fizike, që zgjat ma shumë se 3 javë, që përcjellet edhe me probleme përqendrim, me kokëdhimbje, mund të konsiderohet si lodhje si pasojë e vitaminës D3, ndërsa lodhja fizike këputje është si pasojë e mungesës së mineraleve në përgjithësi. Më thonë, kjo është dallimi mes simptomave kryesisht të lodhjes së pranverës edhe simptomat të lodhjes si pasojë e mungesave. Vitamina D3 kryesisht ka lodhje këputje, më thonë trupit, lodhje psiqike dhe mendore, edhe ashtu thjesht është ndodh ndonjëherë për shkak jep simptoma dhe ngushtim, si lloj ankthi, përqendrimi, probleme me përqendrim, këto janë mungesa e vitaminës D3.
dhe shumë shpesh e ngatrojmë mungesën e vitaminës D me, si që tha dhe Lena, me ankthin, me ndjesin jo të mirë sociale, me depresionin shpesh që e kalojmë, është shumë mirë të tirim gati mbikëqyrjes dhe gjendjes së vitaminave. Po në rast se po kalon në një fazë të tillë, ku si pasojë e mungesës së vitaminës D, jeni duke kaluar në një krizë emocionale, psikologjike, pa tjetër që rekomandojmë vendin më të mirë të mund shumë qoftë për vlerësim, qoftë për diagnostikim, qoftë për trajtim, si që është Instituti Psikosocial Visar Sadiku, që është në Prishtinë, në Podujev, në Ferizaj dhe në Gjilan. Lina, unë e di që ka dhe shumë mungesa tjera që bashkë do të diskutojmë, por me një kush që javën tjetër kima ardhe dhe me nasil nda një rëti, se tashmë kemi filluar të pëlqejmë recetat e shnetshme, japëm këshyrën edhe kamermanat, të zhgënjur, të dëshpruar. Unë jo rasisht nuk kom pregadit që 3 javësh që, vetëm që me ba rëndësin e ushqimit edhe me posë deri në çfarë pike kom arrit me ndiku, e kështu që po m'pëlqen kjo stot, kom ja u bu një shpërblim shtë ndërkohë. Diçka që ju pëlqen. Okej, po thot edhe Besi, tash sot në t'jep në aparet, më shku me hongër bukë. Po, u kre. Len, faleminderit shumë edhe njërë. Faleminderit shumë për Ishte shumë kënaqësi. Dashur miq, kemi qenë kështu bashkë me nutricionistën dhe dietologen Albulina Shabani Lazi, e cila çdo të diel pa përtesë na sjell edhe na përgatit receta të shëndetshme, të cilet ne duhet t'i përgatisim dhe në shtëpi, t'i krijojmë në shprehin tonë të ushqyerit. Faleminderit shumë që çdo herë jeni me familja jonë, ju vazhdoni me qëndru me televizionin Kanal 10, ne do të takohemi të dielën e ardhshme, ju mos harroni të gjitha intervistat, të gjitha materialet tona i gjeni në rrjetet tona sociale, në Facebook, në Instagram, në YouTube dhe në portalin ton Familja Jonit, që funksionon 24 orë në 7 ditë. Mirëmbëjtje, shëndet për të gjithë.